varet se si i lexon. Duke pasur parasysh edhe sipërfaqen ku janë shkruar dhe leximin prej saj, edhe thellësinë e marrëdhënieve dhe realitetin e përditshëm të komunikimit në atë marrëdhënie, unë mund t'ju them me plot gojën që leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të lëndruar çdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Është shumë e qartë që kush merret me këto deformime dhe kush i bie kësaj daulleje nuk e dëshiron suksesin e kësaj rruge. Sepse fatkeqësisht e lidh suksesin e kësaj rruge me qeverinë, me mua, me ne. Kjo është për sa i përket pikës parë. Për sa i përket projektit të Porto Romanos. Për fat keq ka ndodhur një koincidencë e pashmangshme që në momentin e fundit kompania që që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet bënte ofertimin e fundit është tërhequr duke ju referuar situatës krizës dhe natyrisht duke qenë se oferta financiare do t'ishte e lidhur me tavanin që ka vendosur studimi i në duart e arabëve. Në fakt, e vërteta është që përtej ignorancës, që është gjithmonë faktor në mënyrën si trajtohen çështjet këtu, pavarësisht nga rëndësia madhore që mund të kenë, qysh në kryeterës ka pasur forcat interesuara që të mos ecte përpara projekti i portit të ri. Pse? Për një arsye që cilido që do ta kuptojë e kupton pa ndonjë mundim të madh. Porti ekzistus nuk ka asnjë kapacitet për të qenë nyja strategjike dhe logjistike e korridorit 8. Nuk ka asnjë kapacitet. Është në të gjitha aspektet, edhe sikur ta marrësh edhe ta zbukurosh i papërshtatshëm për të qenë nyje logjistike e korridorit 8. Këtë nuk e them unë, këtë e thonë të gjitha analizat e bëra dhe këtë e thonë të gjitha proceset e ndjekura dhe këtë e thot realiteti i thjeshtë që ai port është mes qytetit. Një nyje logjistike portuale në mes qytetit nuk ekziston dhe nuk mund të ekzistojë që këtu. Pa llogaritur kapacitetet e portit ekzistues që janë krejt të pa përshtatshme për të mbajtur gjithë peshën e korridorit të 8. E dyta, porti i ri si nyje lidhëse e korridorit 8 është një port që e çon Shqipërinë në një nivel krejt tjetër, po jo vetëm Shqipërinë, po çon shqiptarët në një nivel krejt tjetër. Sepse është një nyje e lidhur edhe me një tjetër nyje strategjike, portin e thatë të Prishtinës. Dhe është i lidhur edhe me një tjetër nyje që është porti i thatë i Shkupit. Porti i thatë i Shkupit planifikohej në projektin e parë në Strug.
qeveria e re e ka parë të arsyeshme ta spostoj në Shkup. Dhe ky spostim mund t'i mjaftoj kujdo që logjikon për të kuptuar që këtu kemi të bëjmë edhe me një përmbajtje të rëndësishme interesash kombëtare strategjike. Tani, nëse ju mendoni që të gjithë mezi po presin që shqiptarët bëhen më të fortë, mund ta mendoni. Por ju siguroj që jo në një sër vendesh ka forca të cilat nuk e mirëpresin këtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me armiqësira të natyrës gjeopolitike vetëm. Ka lidhje edhe me këto. Kjo ka lidhje edhe me interesa tregtare të vendeve. Nëse ju mendoni që porti i ri është një port që ata të cilët i kanë të lidhura interesat me rrugët e trafiqeve mezi po e presin, ju mendoni gabim. Përkundrazi, nuk kanë asnjë arsye ta mirëpresin. Dhe ka dhe një fakt tjetër që e kam shpjeguar edhe më parë. Vetë korridori 8 sot është pjesë e rrjetit evropian të transportit. Jo se e themi ne, se ne mund të themi, dhe unë e them që edhe korridori Durrës-Prishtinë është pjesë e rrjetit evropian të transportit, por nuk është në hartën e rrjetit evropian të transportit që gjendet në zyrat e Komisionit Evropian në Bruksel. Që do thotë që statusi i një korridori të rrjetit evropian të transportit është tjetër nga statusi i një korridori që mund të jetë mes të Europës, por nuk është në atë rrjet. Duke filluar që nga financimi. Korridoret që nuk janë në atë hartë nuk financohen. Mund t'i ndërtosh vetë, siç ne do të ndërtojmë vetë së bashku me qeverinë e Kosovës hekurudhën Durrës-Prishtinë. Dhe kemi folur me kryeministrin në Prishtinë herën e fundit për 2 mundësi financimi, të cilat do t'i eksplorojmë së bashku. Por ama s'ka asnjë shans që ne të kemi akses në fondet europiane për aksin Durrës-Prishtinë, sepse nuk është. Tani, ky korridori 8, me të cilin disa